ginekologjike falas, pap testin falas, që është analizë screening që vlerëson qafën e mitrës dhe analizë e sekrecioneve falas. Për zonat të thella, më besoni, ishte tabu vizita ginekologjike. Shkonja në çdo shtëpi për të bindur që të vinin gratë. E kupton? E kuptoj këta në kohën e Fajkonicës, që ka shkruar Fajkonica për këtë gjë. Nuk të vjen pa Marlene Bashorti, Bashorti s'do të leje. Ore, është gati Bashorti të vi të vizitohet në vend të gruas. Çfarë po të them? Kur nëna nuk vjen vetë, si mundet të ndihmoj vajzën? Iço çfarë do ndihmoj? Kjo është një Për situatat të ndodhin brenda unazës Tiranës, nuk po flasim vetëm për rrethet. Po flas për zonat thella. I bajgjon kur ndodh brenda Tiranës. Ndërsa sot ka ndryshuar disi. Në klinik, atje ku punoj me doktoresh Gentën. Po kanë pas vitë, doktoresha, e di pse nuk i interesoj e ti. Kanë ndryshuar, doktoresha, që ishin para doktoresha. O doktoresha, kanë patur ushujnëzat ato. Ekspozimin dhe informacione. Patur këshillim me ushujnëzat. Me shushunjat. Me shushunja. Si, ashtu i thonë nga zona veriore. Qarë bën ushujnëzat, doktoresha? Shmang infekcione, qa bën? Shmang ka infekcione ginekologjike. Dhe kur erdi pacienti janë klinik, doktoresh Genta u trem. Nuk e kemi, e hekim, nuk është problem kjo. Por do ju tregoj një rast tjetër shumë interesant. Një zonjë ishte shumë e varfër. E shkretarin të gedera klinikës dhe sa herë kalonja unë dhe shikonja, po nuk e kuptonja se qa kërkonte. Në fund, ajo infermierja i thot, bëjti qërdo, tua një vizit me doktoresh Mozën. E marim lartë pa hajde, i themi neve do të bëjmë falas. Vetëm na thuaj qfarë ke. Kam kruarje, tha vdiqa, gratë e lagjes më kanë thënë, që pi lëngun e gjeteve të muçmollës të egër. Unë tha kam një... Gjete pjergulle. Gjetet e pjergullës ta pa bërë qënd. Gjithë ato ka dhe metode alternative që janë të pranueshme dhe nga pjesa e shkencës. Një çaj me gjete muçmollë do të shëroj. Po çava do shëroj muçmolla. Metode alternative. Metodat alternative. Mjekësia japoneze, aziatike i përdorin I përdorin ata se e kanë provuar. Jemi drejt fundit, drejt mesazheve se tema po mbaron. Tani të them, ja bëm të gjitha analizat e ekzaminime falas, doktoresh Genta bile i bleu dhe medikamente, ti tha meri dhe këto tha nga anë Bravo, jonë. shumë mirë, doktoresh Genta. Dhe normalisht... A jemi në fazën tani që ne mund të marrim në dorë situatën në një situatë të tillë tek brezi i ri, ku një pjesë e mirë nuk kanë fare informacion, ndoshta janë edhe viktima të këtyre smundjeve seksualisht të transmetueshme. Jemi në fazë që